Kryetarja e Kuvendit, njëherësh ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka ftuar për të premten një takim me kryetarët e subjekteve politike që kanë siguruar ulse në legjislaturën e re. Takimi do të nisë në ora 11, ndërsa në fokus do të jenë procedurat për organizimin e seancës së parë të legjislaturës së 11, e cila është caktuar të mbahet më 6 gusht. Sipas njoftimit të Kuvendit, takimi ka për qëllim koordinimin dhe përgatitjet për zhvillimin e kësaj seance. Procedurat parlamentare parashojnë që mbledhja përgatitore të zhvillohet para seancës konstituive, e cila udhëhiqet nga deputeti më i moshuar, i asistuar nga deputeti më i ri. Me urdhrin e prokurorisë speciale kanë filluar sot gërmimet në zonën malore të fshatit Kalludër të Zubin Potokut, ku 2 ditë më parë u gjatë mbetje mortore njerëzish. E gjithë ngjarja u zbulua pas arrestimit të 2 serbëve të dyshuar për krime lufte. Sot në vendngjarje doli edhe kryeprokurori i prokurorisë speciale, Blerimi Sufaj, i cili tha se deri më tani është konfirmuar se mbetjet e gjetura janë me origjinë njerëzore, por theksoi se procesi i identifikimit është i ndërlikuar dhe kërkon kohë, pasi çdo mbetje duhet të trajtohet sipas standardeve të mjekësisë ligjore dhe të identifikohet përmes analizave të ADN-s. Ndryshe, dyshimet e para janë se mbetjet u takojnë një grupi prej 23 burrash, që njihet si grupi intelektualëve, shumica prej të cilëve nga Mitrovica. Ata u ndaluar më 19 prill nga forcat serbe në këtë zonë, derisa po largoheshin në malin e Zi dhe më nuk u gjat gjurmë me tyre. Mëngjesin e sotëm përfaqësues të ndërmarrjes publike Ibër Lepenci të asistuar nga policia e Kosovës ka nisur aksionin e radhës për rënimin e hotelit Jezero në pronën e kësaj ndërmarrje përreth liçenit të Ujmanit. Siç ka konfirmuar zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, aksioni po asistohet nga policia e Kosovës. Elshani ka bërë të ditur se policia po asiston ndërmarrjen Ibër Lepencis si dhe Ministrinë e Mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës gjatë këtij procesi. Aksioni është ndërmarrë pasi ka skaduar afati vendosur nga Ibër Lepenci për shfrytëzuesit e objektit që ta lirojnë pronën, për të cilën ndërmarrja ka deklaruar se është uzurpuar. Grupi i asamblezëve të lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë ka dorëzuar sot kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës ndaj kryetarit të komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe zyrtarëve të lartë të kabinetit të tij, duke kërkuar nisjen e hetimeve lidhur me pretendimet për legalizime të jashtëligjshme të objekteve. Në një konferencë për media para Prokurorisë Speciale, këshilltarja komunale Berita Abazi tha se grupi i asamblezëve ka pranuar një email nga një sinjalizues anonim, i cili sipas saj përmban mesazhe ku flitet për legalizime të jashtëligjshme, kompani ndërtimi dhe shumë të mëdha parash. Sipas Abazit, në komunikimet e dërguara përmendet edhe shefi i kabinetit të kryetarit Përparim Rama, ndërsa në mesazhe pretendohet se janë kryer legalizime në kundërshtim me ligjin. Ka shkuar në 28 numri i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi prefekturën Kumamoto në jug-perëndim të Japonisë. Kështu ka bërë të ditur sekretari kryesor i kabinetit Minoru Kihara, shkruan AA. Operacionet e kërkim-shpëtimit vazhduan në një qendër tregtare të shembur dhe në një fabrikë letre të dëmtuar, pasi një tërmet me magnitudë 7.1 goditi të martën Kyoshun, ishullin kryesor jugor të Japonisë, raportoi agjencia e lajmeve Kyodo. Linja hekurëdhore e Shinkansen e Kyushut, që lidh stacionet Kumamoto dhe Kagoshima-Chu, beti e pezulluar, ndërsa autoritetet përpiqeshin të vlerësonin dëmet. Megjithatë, operatori shpreson të rifillojë të njëjtën shërbimin e trenave të shpejtësisë së lartë midis stacionit Chikugu Funagoya në prefekturën Fukuoka dhe stacionit Kumamoto.